Ja përse kemi nevojë për një Afrikë të varfër. Pra, e zëm se ju jeni Evropa në vitin 1944 si kontinent. Keni kaluar shumë këto dekadat fundit, megjithatë, pavarësisht nga të gjitha shkatërimet dhe diktatorët e etur për pushtet që ju kanë thithur, ju gjithmonë keni arritur të riktheheni. Dhe një nga arsyet për këtë është kolonializmi. Po, ato ishin ditë e mira të vjetra, kur një kolonizator evropian i nevojitej vetëm një flamur dhe guxim për të kërkuar tokën për vete. Dhe asnjë kontinent tjetër në tokë nuk ju bëri aq të etur sa Afrika. Goma, çaj, druri, kakao, ildishi, ari, diamante. Këto ishin vetëm disa nga burimet më të kërkuara të Afrikës. Dhe në fund të viteve 1800, të gjithë donin një pjesë të veprimit. Britania, Franca, Portugalia, Spanja, Gjermania, Belgjika. Ata mezi prisin të merrnin në dorë të gjitha ato burime të shtrenjta që mund të shfrytëzonin. Dhe nëse dikush nuk do të vendoste disa rregulla bazë, do të kishte një luftë gjithëpërfshirëse për kontrollin mbi Afrikën. Pra, ju bët atë që do të bënte çdo kolonizator i mirë për të ruajtur paqen. Në vitin 1884, ju i mblodhët të gjithë rreth një tryeze për të ndarë kontinentin